Mirë se erdhët zoti Aziri, gjithmonë kënaqësi, faleminderit për kohën, e di që jeni shkëputur nga një moment shumë i rëndësishëm politik dhe një vendimarrje po ashtu e rëndësishme për partinë. Kam dy pyetje të drejtë për drejta, do ta nis me diskutimin për rikthimin LDK-t Vjosa Osmanit. Po faleminderit shumë. Zoti Abdigjiku, kryetari i LDK-s, ka pas disa takime tashmë me Vjosa Osmanin, ish presidentin e Republikës. Janë diskutuar modalitetet politike, angazhimet politike, si do që e quajmë, lidhur me një garë përbashkët politike, për një qëllim, një garë përbashkët, për një qëllim përbashkët politik, ai qëllim politiko që Kosova ta thënë qarkun e mbyllur politik, cilën zoti Kurti e ka vendosur tash 2 vite e gjysmë, krizat politike të vazhdueshme, mos aftësia me ndërtu bashkëpunim, mungesa vullnetit politik po ashtu për bashkëpunim, kulmoi me mos nominimin e zonjës Vjosa Osmani në mandatin e dytë për president, dhe për pasojë Kosova për herë të parë po shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak të kësaj. Kështu që ditët e ardhshme do të ketë lajme të mira, përfundimisht se spaku nga Selia, nga shtëpia e LDK-s, në cilën po ndërtohet një ekip, një listë garuese, konkurruese, për të kthy besimin edhe shpresën e Republikës Kosovës. Kjo është qëllimi jonë kryesor, sepse Republika jonë po lëndohet çdo ditë. Kosova është bërë burim i lajmeve të këqija, i krizave politike të vazhdueshme dhe i atij qarku të madh politik që është mbyllur përfundimisht dhe për fatin e keq të vendit tonë. Sigurisht ne duam detaje më specifike që pa diskutim aty zën vend diskutimet, kemi dëgjuar edhe për qëndrime ndoshta jo kaq të hapura për rikthimin e Vjosa Osmanit në LDK. Pyetja është cili do të jetë vendi i zonjës Osmani në listë, nëse për këtë ka një dakordsi. Ajo sot deklaroi se nuk e kam kërkuar pozita askujt dhe ju përgjigj mediave nëse kandidonte si presidente apo si udhëheqëse e listës. Është ende në diskutim apo mund të kemi një lajm ekskluziv, zoti Aziri, në lidhje me këtë? Modalitetet e listës së përbashkët janë ende duke u përfunduar. Natyrisht që zgjedhjet janë politike, bëhen për kuvend Republikës Kosovës, kështu është rendi kushtetues tani, por për pasojë mosgjedhja e presidentit e çon vendin në këtë zgjedhje. Natyrisht që rendi kushtetues kërkon që pas zgjedhjeve të 7 qershorit dhe konstituimit të kuvendit të Republikës, para se të zgjedhet qeveria, do të jetë zgjedhja për president. Po. Dhe kjo garë do të merë shumë angazhime dhe kërkesa lidhur me çështjen e presidentit. Ne si LDK deri në fund të kësaj jave do të bëjmë qarta të gjitha angazhimet tona për garën edhe për kuvend Republikës, që është 110 kandidatë në listën tonë për 120 vende në kuvendin e Republikës, edhe për kapacitetet ekzekutive të qeverisës, ku zoti Abdigjiku është në bisedime intenzive dhe lidhur me këtë çështje, me që programe dhe gjitha politika tjera janë sqaruara, dhe natyrisht qytetarët do ta dëgjojnë edhe do të kërkojnë me dëgju edhe rolin e LDK-s në zgjedhjen e presidentit, duke përfshirë edhe emra konkurrentarë. Po deri atëherë jemi në ulëmtimin e modaliteteve. Së fundmi, çfarë pritet ndryshe nga zgjedhjet e 7 qershorit, sa mund të mbajë Kosova akoma krizë politike? Këto zgjedhje do të jetë një garë në mes elefantësh. Zoti Kurti dhe zonja Osmani do të jenë ata që do të arrijnë dhe do të punojnë që njerëzit, besoj shumë që njerëzit me votu në mes kësaj gare të ashme politike, përkundër që do të ketë edhe shumë parti tjera politike, të përfshirë edhe komunitetet etnike që jetojnë në Kosovë, por ajo që ne po e shohim këtë fazë është një garë jashtëzakonisht e madhe mes ish presidentës edhe ish kryeministrit. Po, pjesa tjetër është, besoj që pjesa tjetër është çështje e definimeve edhe garës politike që ka mu repliku pak a shumë ose mu ripërsërit edhe programi qeverisjes edhe politika sektoriale. Sa mund përballon Kosova kriza, ne jemi në pikën kritike të pëlqitjes problemeve politike, sepse në Kosovë është ndodhur një vlerje paqes sociale.
Zoti Aziri. Kosovë po blihet paqja sociale. Zoti Kurti për herë të parë ka arritë me ndërtu sistem shtetënor përmes buxhetit shtetit me ble paqen sociale. Derisa dallimi i LDK-s dhe qeverisjeve tjera në Kosovë ka qenë menaxhimi i paqes sociale përmes politikave të barazisë edhe të mundësive që Republika ka pasë. Zoti Kurti kret këtë sukses në thojza në raport me çështjet sociale në Kosovë dhe kërkesat politike i lidh me mbledhjen e paqes sociale dhe kjo është kosto e madhe financiare. Kur gjë tjetër në Kosovë nuk investohet. As nuk investohet në infrastrukturë, as në energji, as në politika ekonomike zhvillimore, as tek familja apo grup moshë. Të 3 vitet e fundit në Kosovë ka pas ushqim i skemave sociale edhe shpërndarje në mënyrë lineare mjeteve buxhetore dhe blerjes paqes sociale. Ju falenderoj shumë për kohën, ju falenderoj që u shkëputët nga ky moment i rëndësishëm për partinë. Mbetemi në pritje të modaliteteve të këtij bashkëpunimi, gjithsesi duken mjaft interesante zgjedhjet e 7 qershorit. Ju përshëndes, ju uroj punë të mbar. Faleminderit sot me që jemi në takim drejt për drejt, LDK-ja sot Kosovës i jep kthesën më të madhe politike dhe nga sot deri me 7 qershor besoj shumë që Kosova ka më bë edhe interesante në kuptimin politik, po edhe burimi i lagëve të mira. Faleminderit shumë. Të falenderoj, ju përshëndes. Në fakt, do të njihemi tani me cili ka qenë sot qëndrimi i Osmanit dhe si është përgjigjur ajo interesit të mediave për kthimin e saj pikërisht në strukturat e lidhjes demokratike të Kosovës.